me shku për Shqipëri edhe me bart armatim edhe me sjellë në Kosovë, sepse priteshin që prapë do të ketë luftime me forcat serbe. Me 26 korrik, nëse nuk e gaboj, ka qenë dita e dytë e luftimeve, aty në ka radhë dëshmori parë, Rushdi Saliu, me cilin më pas do të thotë është emëruar edhe batalioni e ka marrë emrin, batalioni i dytë i brigadës 121. Ismet Jashari do të thotë është emëruar me emrin e dëshmorit parë, Rushdi Saliu. Edhe pas asaj pat do të thotë luftime në gjithë Kosovën, pat në zonën e Drenicës, pat në Duvaqen, pat në gjitha zonat ku veprojshin ushtarët e ushtrisë kombëtare të Kosovës, zhvilloheshin betejë tashpra me forcat serbe. Dhe pas një kohe do të thotë vërejke se ka mungesa të armatimit, të municionit edhe kish kërkesa të ndryshme të eprorëve tonë që brenda mundësive ata cilët kanë mundësi me shku për Shqipëri me marrë armatim, me marrë këtë rrugë edhe me shku për Shqipëri edhe me bart armatim edhe me sjellë në Kosovë, sepse priteshin që prapë do të ketë luftime me forcat serbe, dhe kështu që unë vullnetarisht bashkë me disa bashkëluftëtarë të batalionit tonë kemi marrë do të thotë rrugën për me shku në Shqipëri. Ka qenë një rrugë e gjatë, për mua ishte pa njohur sepse ishte hera parë që po të isha për Shqipëri edhe kjo rrugë na ka zgjatë do të thotë 3 ditë, sepse kemi nisë me 3 nëntor, kemi qëndru 3 ditë në fshatin Gocat të komunës së Malishevës, me 6 nëntor e kemi marrë rrugën për Shqipëri.